Klevis Balliu rikthehet në parlament si deputet i Partisë Demokratike. Rikthimi në aulën e këtij institucioni vlerëson përgjegjësi në shërbim të interesit publik. Shkoj besim plot që do të jetë një opozitë ballore, frontale, transparente dhe e cila do të jetë në ndihmë të qytetarëve. Demokratët pritet të marrin vendim në lidhje me aksionin e tyre politik për legjislaturën e re parlamentare që nis në muajin shtator. Në intervistën për RTS-n, Balliu thotë se opozita është e hapur për të gjitha format e reagimit për zgjedhjet e manipuluara, pa përjashtuar as idenë e ngujimit apo të grevës së urisë. Vendimet që do të merren në forumet e Partisë Demokratike, po siç thash në fillim, nuk përjashtohet asgjë. Nëse ajo është e nevojshme, ta provojmë. I vetmi institucion legjitim sot në Shqipëri është opozita dhe patjetër që duke qenë vetëm institucion, përgjegjësia është shumë herë më e madhe dhe presioni është shumë herë më i madh, por edhe misioni është shumë herë më i madh. Në betejën etike për vendin, siç e cilëson atë për zgjedhje të lira, PD thot Balliu, ashtu siç pritej, nuk pati në krah as sistemin e drejtësisë. Opozita denoncoi bandat që ishin në qendrat e votimit, të cilat nuk u pan nga spak, thekson ai. Siç është rasti i xhabaftëve në Vorë apo troplinët në Durrës apo Suelçela në Elbasan, pyetja ngrihet. Po këto super prokurorët që duhet bënin namin këto zgjedhje, pse nuk i gjetën dot të prova? Nuk i gjejnë sepse nuk duan të gjejnë. Klevis Balliu thosë se zgjidhja është largimi i kryeministit Edi Rama, i cili nuk lejon garën e barabartë të palëve në zgjedhje. Partia Demokratike ndërkaq ka kërkuar mbajtjen e zgjedhjeve të reja me garant qeverinë teknike.